Doneta, fitore historike e jashtëzakonshme, e shpaguve veten dhe vërtet I çove në vend ato fjalë në atë intervistë që e dha pikërisht në këtë vend, që ty nuk të kënaqëve se bronzta po shkon për të artën, Jakubie e arta. Spore I këtë medalja dedikoj gjithë Kosovës, urime Kosovë. Këtë medalje the edhe marrë që unë kam thonë në intervista marrë që nuk jam me vetë kënaq vetëm me të bronztën, kam ardhur që me ngrit flamurin e Kosovës sa më lart edhe me u ndëgju himni, kështu që çka kom fole kom arrit dhe jam shumë e lumtur. Donet, e presje një ndërprerje të tillë apo të fortit e të suksesmit I prim pak edhe fati? Të them drejtë nuk e kom prit, unë zboshko me trajnerën tim me Mariola Sallauka, kemi një uftur kundërshtarën, për ndryshe është e dyta në kampionat botror, është një kundërshtare mjaft e mirë, kom besu që kom e qu 3 runda normal si ndeshjet e tjera, sepse me një kundërshtare të mirë nuk mënesh me ndërprej, mirë po çkymja e Arkodës u dashë me u ndërprej nga mjeku, mirë po rezultati rundën e parë për mu ka qenë 5-0, kjo tregon që unë kam qenë një formë tepër të mirë, edhe në qofse kish vazhduar e nuk kisha nol ritmin. A të motivoj origjina e kundërshtarës? Them drejtën jo, nuk më ka ndiku, unë jam një sportiste elitare dhe si çdo kundërshtare tjetër e kom pas në sy edhe këto njësoj. Donet ishin vetëm 24 orë brenda 2 luftrave. Apo na tregon pak sa është e vështirë me arritje qëllim, me I poshtë 2 kundërshtarë të forta, edhe çka është diskursi, çka është formë me trajnerin për ta ruajtur këtë formë siç e tregova vetëm sot. Po është e vështirë, normalisht është e vështirë, mi po 2 ndeshje me një garë tillë është mjaft e vështirë, mirë po përgatitja e mirë fizike, psiqike, më ka bo me I kalu shumë ma lehtë këto sfida që I kom pas këtu ditë. Çka tash? Tash synojmë kampionatin evropian, po besoj shumë që nga medalja në bronzë, momentale që kam nga kampionati evropian, ta kthej në are. Faleminderit. Donet, faleminderit shumë. Unë është me bo një pozë me medaljen.